Në qytetin e Elbasanit zhvillohet kampionati i tretë rinjë e përjetshme, i cili është konsoliduar tashmë jo vetëm nga pjesëmarrjet e gjithë ekipeve, por edhe nga forma e organizimit si një kampionat lokal amator, me të gjithë elementet tekniko-profesionale. Presidenti i shoqatës Lance Armstrong Albania Sokol Lulgjurej, pasi falenderoi të gjithë ekipet pjesëmarrëse, theksoi se edhe këtë vit do të marrin pjesë 18 ekipe, të cilat kanë në gjirin e tyre lojtarë me moshë nga 20 deri në 50 vjeç. Së pari, do të shpreh në emër të komitetit organizativ, shoqatës Lance Armstrong Albania dhe administratorit të këndit sportiv Pepa, zotit Bezim Pepa, një falënderim të posaçëm për të gjithë ekipet pjesëmarrës. Edhe këtë vit marrin pjesë 18 ekipe të cilët kanë në gjirin e tyre lojtarë me moshë nga 20 deri në 50 vjeç, që të gjithë amatorë të rregullt dhe frekuentues të përhershëm të këndit sportiv Pepa. Ne shpresojmë që ky aktivitet të shërbejë si për zëvavitjen e atyre që do të ndjekin nga shkallët e tribunës, edhe për ata që të bëjnë nxitjen e banorëve të qytetit tonë që të organizohen e të merren me sport për të rritur cilësinë e jetës së tyre nëpërmjet zbavitjes kolektive në këto fusha. Suksese ekipeve në kampionatin e tretë rinjë e përjetshme. Qëllimi është që ky aktivitet të shërbejë si për zbavitjen e atyre që do ta ndjekin në shkallët e tribunës, ashtu edhe për nxitjen e banorëve të qytetit të Elbasanit, që të organizohen dhe të merren me sport, për të rritur cilësinë e jetës së tyre nëpërmjet zbavitjes kolektive në këto fusha.